të duash për Allah. Allahu ka bërë të ditur në Kuranin e madhërueshëm që dashuria e Allahut tek besimtarët është më e fortë se dashuritë tjera. Edhe pejgamberi alayhis salam ka bërë të ditur që personi I cili do Allahun dhe të dërguarin e tij më shumë se çdo gjë, dhe ai që atë që do e do vetëm për Allahun, do të arrijë në shijen e vërtetë të besimit. Nga ana tjetër, pejgamberi alayhis salam duke urdhëruar, për sa kohë nuk doni njëri tjetrin, nuk konsideroni që keni besuar. Për sa kohë një person nuk do për vllajën e tij musliman atë që do për vete, në të vërtetë nuk konsiderohet që ka besuar. Ka tërhequr vëmendjen mbi marrëdhënien mes dashurisë dhe besimit. Sipas kësaj duhet që një musliman paraprakisht të vendosë dashurinë e Allahut në zemrën e tij, si rrjedhoi pejgamberi ka bërë dua në këtë formë. Në këtë formë, Allahu im, kërkoj nga ti dashurinë tënde, dashurinë e atyre që të duan ty dhe aktin e veprën që do të më çojë mua tek dashuria jote. Beje me të ëmbël e me të dashur dashurinë tënde, se nefsi im, familja ime dhe uji I ftohtë. Allahu im, kërkoj nga ti një jetesë të rregullt, një vdekje të pastërt dhe dua që të kthehem tek ty pa u turpëruar.